Pas suksesit në kampionat ku Vllaznia është fal kampion e Shqipërisë për moshat, vjen një tjetër sukses përsëri për moshat U17 në Kupën e Shqipërisë, ku përshënisit Shkodran ishin ndër më të mirët e aktivitetit me kryetarënerin e Vllaznisë Artur Laxha. Urime profesor. Faleminderit dhe si gjithmonë i përpik dhe jeni shumë i dashuruar mos përgjithësisht të sporteve dhe nuk i leni me avancu as me neglizhu çdo lloj sporti. Veçanërisht sporti jonë i peshqnisë ku po arrin sukseset e niveleve shumë të larta. U zhvillu një kampionat pas kampionatit kombëtar ku ishte në fokus spikatja e talentave për kampionatin evropian që do zhvillohet vitin që vjen në Shqipëni. Për U17, U15, ku spikaten talentat Shkodran, ku veçaria ishte e Samuel Kolës, një djalosh vetëm 10 vjeçar, në peshën 35 kg, arriti që të çojë 37 kg në shputje dhe 50 kg në shtytje. Kjo ishte një veçori e veçantë për sportin ton, ku tashmë u fokusu dhe Encar Proni si kampioni Shqipënisë, dhe thejë disa rekorde, një performancë fantastike, ku që është jam i tort, ishte Antonino Mollisi, si gjithmonë, një sportist të shtimaj niveleve botënore, ku shumë shpejt kemi kampionatin evropian, ku do marrin pjesë me moshat 20 vjeçar, megjithëse ajo është vetëm 16 vjeç, dhe shpresojmë që të renditet në sportistët më të mirë të Europës. Pikërisht për Antonino Mollisin, sepse është një djalosh i talentuar që po rritet në duart tuaja. Jeni i kënaqur për ecurinë e tij nga gara në garë? Me të thënë drejtën, jam shumë i kënaqur, masi Antonino është një sportist i talentuar, është një sportist i rregullt, një sportist kërkues, dhe tash nga dita në ditë po rritet, padyshim u shpall sportisti më i mirë i aktivitetit, dhe pretendimit tonë është që në kampionatin evropian të moshave që do zhvillohet kampionati botëror në Kolumbi, që të jeni në treshe dhe në vazhdimësi ku jemi edhe kampionatin evropian që patjetër të jemi në treshe. Profesor, më bëri përshtypje peshqinit si 10 vjeçar. 10 vjeçar dhe në peda në konkurrim është diçka e veçantë. E kemi parë në sportet e tjera, por në peshqinitje konkurrim 10 vjeçar është diçka e veçantë. Shumë e veçantë, është dima, po kemi disa talenta shumë mirë, ku u shfaq edhe Samueli, ku shpresojmë që vitin tjetër të jenë pjesë e kombëtares, si Encari dhe Samueli, që do marrin pjesë me U15 në kampionatin evropian. Patjetër, duke qenë në një rrugë të marrë, janë shumë sportistat veçëll dhe talentuar që po rriten nga dita në ditë. Samuel Kola ishte gara e parë e tij kombëtare që zhvillonte? Samueli ishte gara e parë. Dhe në garën e parë, spikat dhe del kampion peshën e vet, përveç një performancë shumë të mirë, teknike, bukur, ku spikati dhe nga sportistat tjerë. Shpresojmë që ky emër pra Samuel Kola që startoi me garën e parë, si Samueli, por dhe Encari ishte një sportist që është vetëm 11 vjeç. Encar Proni. Po. Encari është më i kualifikuar për sa i përket aktivitetit se ka pa disa, po vazhdon si sportist kampion rregullment që është vetëm 11 vjeçar. Unë ndala tek 10 vjeçari, po se bashkë me Pronin. Një vjet me Pronin kanë diferencë. Veçanta juaj është sepse po formoni një grup të rish, garanci për të ardhmen e peshqitjes shkodrane. Tashtima është e pa diskutuar se Vllaznia shumë shpejt do jenë e pa arritshme nga asnjë ekip tjetër. Dhe në fund po jo nga rëndësia të ndalemi edhe tek djali juaj, pikërisht Samir Laxha, i cili po përgatitet për një aktivitet shumë të rëndësishëm, kampionati evropian për U23, që zhvillohet në Durrës. Këtë fund muaji? Nga fundi muajit deri me datë 5 të muajit tjetër. Fundi i muajit tetor dhe fillimi i muajit nëntor në Durrës evropiani për U23. Samir Laxha si po përgatitet? Samir Laxha është një sportist, është një kampion i Shqipërisë, është një sportist
i kualifikuam dhe shpresojmë që të afrohena të medaljet, ku shumë shpejte në muajin nga tetorin nëndor është edhe Ballkanjada, që po do zhvillohet edhe në Shqipëri Ballkanjada, ku në të dy këto aktivitete, si Sejmiri dhe Antonino do jenë pjesëmarrës në të dy aktivitetet. Dhe shpresojmë që të prekum të Ballkanjada medaljen. Të nderuar shikues, jam me Artur Laxhen, një figurë tashmë shumë e njohur, kryetrajneri i vazhdisë në peshqitje, ish kampion i Shqipërisë në kohën e tij si sportist, por kampion edhe me vazhdinë, por edhe me ekipin ton kombëtar si trajner i këtij ekipi, por e veçanta e Artur Laxhes, siç e tregoi edhe vetë në bisedë dhe në bisedat që kemi bërë edhe më herët, është sepse po përgatit një brez të ri që nga mosha 10, 11, 12, 13 vjeçar, që janë garanci e peshqitjes shkodrane. Urime, profesor Laxha, për këtë suksese, sidomos për këtë të fundit që shpallet më të mirët në Kupën e Shqipërisë, por për atë që thash më herët, për rritjen e këtij brezi që vllaznia priste prej kohësh. Po, zoti Kasper, është vërtet, po presim që të ditës të ecin sportistat një rrugë shumë marrë siç janë dhe vazhdojmë kapin majet më të nalta, mos që jeta janë moshë shumë e re, ku një moshë të kena me Antoninën, por që është kampion në Shqipëri me të rritun. Është njëkohësisht edhe Sejmiri, janë dy sportistat me moshë pak më të madhe, po mosha tjetër janë shumë të vegjël, janë 11-12 vjeç që po dalin kampiona, po thënë edhe rekordet e moshave të tyre. E veçanta e Artur Laxhës është në faktin sepse stërvit në palestër dhe djalin e tij, pikërisht Samir Laxhja, i cili është një kampion e Shqipërisë dhe në fundin e tetorit dhe fillimin e nëntorit do të konkurrojë në kampionatin evropian që do të zhvillohet në Durrës. Urime për çfarë keni arritur dhe suksese në garat e ardhshme. Ju, Samir Laxhës, Mullisit e gjithë grupit. Faleminderit, respekte.